Mirëmëngjes, nga mëngjesi i sotshëm kemi ardhur në oborin e shkollës Gustav Mahler për të mbështetur nxënësit tonë të klasave të pesta që do të zhvillojnë provimin e Vanafit. Do t'ju mbajmë të informuar minut pas minuti. Ashtu siç e kemi traditë virtyshmërie, kemi ardhur për të suportuar nxënësit tanë, kemi ardhur për të suportuar prindërit dhe menjëherë pas përfundimit të Vanafit do të bëjmë exit pollin. Qëndroni me ne, na ndiqni në rrjetet sociale. Na ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Suksese të gjithë nxënësve dhe prindërve sot. Suksese! Nikola, Rajsa Qipa, Rajan Pasholli, Ju dua! Sapo ka përfunduar futja e të gjithë nxënësve në provimin e Vanaf dhe sekretimi. Suksese të gjithë nxënësve. Gjithashtu njoftoj të gjithë prindërit që kanë të regjistruar fëmijët në programin passhkollor në Time Center për shkollën Gustav Mahler, nga klasa e parë deri në klasën e 4, mësimi do të fillojë në orën 12 deri në orën 3. Do t'i marrë stafi Time Center, do t'i çojë në shkollë dhe do t'i marrë po stafi Time Center nga shkolla. Të nderuar prindër, për të na thjeshtuar punën tonë, ju lutem, na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, na ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, bëni follow, bëni subscribe që t'ju vinë notification, regjistroni kontaktin zyrtar të institucionit, numrin e telefonit në mënyrë që t'ju vinë njoftimet në broadcast, lexoni emailet. Të nderuar prindër, gjithë përfshihuni në institucion. Jemi krau juaj, jemi Time Center. Suksese të gjithë fëmijëve sot. Përshëndetje, sapo ka përfunduar me shumë entuziazëm provimi i Vanaf. Ishim aty në momentet e para të daljes së fëmijëve. Të gjithë dolën entuziast. Tashmë janë kthyer në institucion. Pasi festuam mbylljen e një cikli 5 vjeçar fillor. Tani do të zhvillojmë exit poll. Exit poll, menjëherë do të marrim rezultatin paraprak. Si ishte provimi? Pra, nxënësit do t'i nënshtrohen provimit real të Vanafit, me kohën reale dhe menjëherë, ashtu siç është traditë, ne do njoftojmë prindërit me email duke nxjerrë rezultatin paraprak se si mund të kenë dalë fëmijët në provim. Kjo është një traditë virtyshmërie në Time Center, organizimi i testimeve të herpashershme, si kangur test, apo testimet e ndryshme të inteligjencës, apo testimet e olimpiadave, apo rezultatet e menjëhershme mbas testimeve të ciklit shkollor, janë një traditë virtyshmërie në Time Center. Exit poll i Vanafit gjithmonë na ka rezultuar i suksesshëm. Kemi dalë në përqindjet reale se si fëmia ka dalë nga provimi. Suksese të gjithë fëmijëve, suksese të gjithë prindërve. Mos harroni, vazhdojnë regjistrimet për të gjitha ciklet dhe programin tonë të studimit passhkollor. Po vazhdojmë regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh parashkollor, programin e studimit passhkollor, kurset profesionale, gjuhë e huaja, informatik, arte, sporte e me radhë. Zgjedhja juaj sot përcakton të ardhmen e fëmijës suaj nesër. Zgjidhni me kujdes. Kur themi cilësi, standard, mbështetje, përkraje, besueshmëri, zgjedhim Time Center. Të mësosh kur nuk është vonë.